Jemi 29 antar, kush është për që të Mbledhja e tretë e rregullt të Kuvendit Komunal ftuar nga kryesuesi Antikona Bityqi e ku prezantuan 29 kuvendar, e ku ishin dhe kryetari Çaqir Totaj dhe nën kryetari Kujtim Gashi. Fillimisht ajo paraqiti rendin e ditës me 8 pika. 2 pikat e para u miratuan unanimisht, derisa pika e tretë e kuvendarëve dhe ngritja çështjeve të ndryshme, ku kuvendarët filluan me ngritje të çështjeve filluar nga Bajram Kastrati, Karanfil Haxhillari, Ertan Simit Gjiu, Shukri Quni, Selman Sokolaj, Florent Ukaj, Petrit Hoxhaj, Akim Muqaj, Islam Thaqi. Pas ngritjes së këtyre çështjeve, drejtorisha e arsimit Lulieta Veselaj Kutaj i u përgjigj çështjeve të ngritura për kulmin e shkollës në Nashec, si dhe kuvendarëve të tjerë që lidhen me shkollat. Kryetari Totaj sqaroi edhe një fakt se komuna flet gjuhën e fakteve. Parat tona, idetë tona, prizëreni ynë që është cek aty, që ka vazhduar edhe në këtë vit, cila është arsyeja e mos implementimit apo së paku fillimit të punimeve të projekteve të vitit të kaluar. Njërin nga këto projekte ka qenë edhe renovimi i shkollës së vjetër në Gjonaj, që s'ka fillu fare puna. Pra një ashensor në banesën e tij. Dhe ai këtë kërkesë e ka bërë duke u mbështetur në premtimet e juaja elektorale, ku si në fushat, si projekt elektoral e keni pas ndërtimin e ashensorëve në përbanesa të ndërtuara para dhe pas luftës. Unë kam kërku në fakt për me jo ndru, ose më rregullua ajo pjesë e kulmit, drejtoresha tha që mbetet për vitin 2026 për më rregullu, sepse ashtu kam bë kërkesën. Unë kam bë kërkesë që të ndërtohet në vitin 2025, edhe ato që keni pas që mirë i paru, thash mi përfshin gjitha me rregullu në 2025, ose për 2026 mos e lini, kryeni tash në 2025. Qysh do që keni planifikue, mos të pi kulmi, se për shoh që nuk do të rregullohet. Mund të më fol diçka që hisë pëlqen ty, po ajo është çështja imja. Kështu që jemi në rregull. Domthonë është marrë me çështje nacionale, s'është marrë me çështje lokale, për çështje nacionale, fshati Gjona e ka dhënë përgjigjen, është subjekti i tretë pas vendosjes së LDK-s. Ne si LDK kemi bërë një kërkesë për vendosjen e shtatorës së presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Këtë kërkesë ju e keni pranuar edhe publikisht, madje ne si LDK e kemi votuar buxhetin pikërisht për këtë arsye. Dhe ende asnjë veprim nuk po shihet që u ndërmarr për këtë shtatore. Prandaj pyetja ime është kur do të fillojnë procedurat dhe ku do të përfundon ajo shtatore. Kërkesën dhe shqetësimin e një fermieri që veç se dheu ka filluar t'i rrëshit mbi objektin ose fermën e tij, ku ka mbetur kjo kërkesë, a ka shku dikush nga komisioni për ta verifikuar se çfarë gjendje është ky fermer? Komuna e Prizrenit përveç se ka filluar dhe është mirë që ka filluar në qytet linjat e autobusëve dhe linjat e rregullta në për lagje të caktuara, po kërkesa e shumë banorëve të fshatit Korriç dhe të rrethinës është të mosisht të mirret një hap që sa më shpejt të sigurohet linja e autobusave urban, pasi që shumë qytetarë kanë ankesa dhe vrejtë ndoshta edhe me të drejtë. Projektet të cilat janë me buxhetim me pjesëmarrje, janë 3 projekte në drejtorinë e arsimit, konkretisht e pat për shkollën në Gjonaj, veç se projekti është në fazën e finalizimit dhe së shpejti besoj që gjatë javës së ardhshme do të jetë në hapja e thirrjes tenderuese, kurse projekti që ka qenë për sallën e sportit në Velezh është në thirrje publike dhe për shkollën Hysen Rexhepi është në fazën e fundit të projektimit për rregullimin apo renovimin e shkollës. Pas pari po do më ju përshëndet se erdha pak më vonesë edhe më ju falenderoj për kontributin secili në mënyrën e vet. Veç një citat e kam e di që diku i pëlqen, diku nuk i pëlqen citatet. Janë disa njerëz që për çdo problem e kanë një zgjidhje, po janë disa njerëz që për çdo zgjidhje e kanë një problem. E me këtë grupi dytë komunikimi bëhet në stilin pa koment, sepse nuk e pranojnë forcën e argumentit, e pranojnë veç argumentin e forcës, kurse na operojmë me forcën e argumentit. Faza e parë e kamerave është instaluar në zonën historike të qytetit. Gjatë që e keni pa kamerat që janë vendosur aty, ndërsa për fazën e dytë është bë unaza e qytetit
edhe prej qafës kishës deri te Elkosi. Gjitha kamerat cilat na I vendosim, do me thënë jemi në dakordim me policinë e Kosovës, sepse ata I shohin të nevojshme se ku duhet mu vendos kamerat. Ka qenë planifikuar në buxhet të vitit 2025, ne kemi si kod buxhetor dhe jemi marrë me projektin realisht. Projektin e kemi në zyre, mirë po lokacioni I cili është parapa për ndërtimin e shtatorës presidentit Ibrahim Rugova, ai është një vend I cili është votuar në asamble dhe aty parashihet ndërtimi I shtatorës komandantit legjendar Adem Jashari, dhe unë jam në kontakt edhe me shefin e grupit juaj edhe me njerëz të tjerë, kemi lyp propozime të tjera, sepse ku është ndonjë lokacion më I përshtatshëm që të vendoset shtatorja e presidentit Ibrahim Rugova, dhe po presim që brenda javës ndoshta të vjen ai propozim, dhe ato propozime të shikojmë ku është një pozicion më I përshtatshëm që një figurë e tillë ta ketë një vend aty ku meriton. Pika lidhur me bartjen e mjeteve dhe të kalimin e të hyrave vetanake të vitit 2024 në vitin 2025. Ku lidhur me këtë pikë, raporton drejtori Sultan Batalaj. Lidhur me këtë pikë, foli edhe kuvendari Karanfil Haxhillari, Tafinari Shani, Ertan Simetqiu. Ndërsa lidhur me këtë pikë, sqarime dhanë dhe nën kryetari Kashi, Kujtesa Shatri, Selman Sokolaj, Ilir Kashi. Pas të gjitha diskutimeve me shumicë votash, kjo pikë miratohet. Pra, në këtë propozim bëhet bartja mjeteve të kaluara të pashpenzuara nga viti 2024 në 2025 me vlerë për 1.205.617 euro. Dhe ato ndahen në këto drejtori, të në arsim kemi në kategoritë ekonomike, shërbime komunale, bartën shuma me vlerë për 23.798 euro, ndërsa të përmallra dhe shërbime 129.882 euro. Si dhe paga, bartët me vlerë prej 45.000 euro. Ndërsa në shëndetësi kemi një vlerë minimale prej 2.491 euro. Pastaj janë disë subvencionet, a janë kry gjitha të vitit kaluar, apo ka ende të papaguara? A ka të papaguara? DKRS-ja I ka kry gjitha. Pjesa tek nënat Lehona ka fillu pjesë pagesa, pse mos mi bartë të këto dhe tyrat vetanake le të shkojnë të subvencionet, të pagesat cilët janë edhe nuk janë përfunduar. Vendosjes e kamerave të përfundohet, do më thënë ky projekt I kamerave, po mendoj që nga çdo projekte të cilat e kam unë përballë, shumë është më rëndësishme për qytetarët, për sigurimin e qytetarëve, se për një asfalt apo për një trotuar apo për një projekt tjetër. Nuk mundet, çuç po thotë Dafina, mu qitë subvencione, sepse subvencionet janë të planifikuara dhe janë me tavan, ato ekzistojnë, janë aty. S'mund me bë shtesë subvencione me bartje. Dhe nuk ka nevojë sepse aty ekziston një planifikim vjetor. E tha Karefili, tha duhet bartja më konë në interes të qytetarëve. Unë që tu me sa për shopi këtë projekteve, 90% janë investime kapitale që janë drejt për drejt interes I qytetarëve. Sepse nëse ndërtimi I qendrës mjekësisë familjare nuk është interes I qytetarëve, s'di I ku I mund me qenë interes. Unë I kum kërkue, dhe më thënë drejtorinë e shërbimeve publike, 6 drita afër shkollës mi prue, Hazistola që ato drita më mu jemi t'i pritën, nuk e di ka ven ato drita, sa duhet mi pritën. Sa është borgji I komunës ka shi operatorve ekonomik, dhe nga këto mjete që kanë tepruar, a nuk është mujt mu kthy ndonjë pjesë e borgjit, nëse ka borgj komuna ndaj operatorve ekonomik. Faleminderit kryesuese, ne si grupi komentarëve të PDK-s jemi për me kalu kjo pikë. LDK nuk do ta votojmë këtë pikë, pasi nuk jemi dakord me këtë shpërndarje që është bërë. Do të abstenojmë. Po na kemi me përkra patjetër. Pika 5 lidhur me kompensimin e dëmave të shkaktuara nga shpërthimi aksidental I mjeteve piroteknike nën kryetari Kujtim Gashi, sqaroi se një pjesë e këtij kompensimi do të bëhet nga zyra e kryetarit, e pjesën tjetër besohet se do të plotësohet nga qeveria. Shumicën e këtyre rastave me mbështet ashtu siç e ka rekomandu Komisioni për vlerësimin e dëmeve, edhe e kemi vetëm 2 raste me cilat kemi shku me parafërsisht 50% për shkak të natyrisht mungesës mjeteve që I kemi, megjithatë u dasht me reduktu një projekt aktual në kuadër të zyres kryetarit për me I dalë sadopak në ndihmë këtyre rasteve. Ndërkohë, ky raport vazhdon
me u bartë në qeveri të Republikës Kosovës, kurdo që ata i shqyrtojnë raportet për fatkeqësitë natyrore, sepse është edhe kompetencë e tyre, zakonisht kanë ndodhur edhe janë mbulu këto raste, po besoj edhe po shpresoj që kurdo që formohet qeveria, do ta trajtojnë edhe një rast vetëm që ka mbetë me një pjesë të mjeteve pa u financuar. Lidhur me këtë pikë diskutuan edhe Dafina Lishani, Florent Ukaj, Sokol Selmanaj, Karanfil Haxhillari, Bujar Hasani dhe drejtorisha Ramize Shala. Kjo pikë votohet unanimisht. Po t'ishim drejtu ose po t'ishim orientuna në rregullore, atëherë kish drejt në kryetari që ka po flet, edhe po rregulloria ta lejon kaq, me kaq mundësi na e votojmë edhe në rregull jemi, po ne kemi votuar në kuvend. Edhe kuvendi ka kërkuar me u bë mbulimi i shpenzimeve tërësishëm, jo të pjesërisëm. Në kuvend ke dhënë rekomandim. Rekomandimi nuk është obligativ. Nuk keni marrë vendim. Të kemi qarta, domethënë veprimet që kemi bën edhe ju dhe na. Vendimet që kemi marrë për pjesën ndërmuese të rasteve na obligon rregulloria me marrë në atë formë. Rregulloren që ne keni votuar jo. Ndërkohë një raste që te kalon kompetencën e kryetarit të komunës, e kemi sjellë në përgjegjësi të kuvendit sepse çashtu edhe duhet. Është e vetmja mundësi për me bë këtë zgjidhje. Me të vërtetë vendimin që ne sot do ta votojmë nuk do të kthehet negativ. Unë nuk kom atje mirë, por në qoftë se kthehet negativ, mos na futni me votu, sepse me të vërtetë po vinë shumë vendime, po na kthejnë negative. Faleminderit.